Komentimi përsosur I Kuranit. Xuzi I 29. Sure El Murselat. Ajetet nga 41 deri te ajeti 50. Innal muttaqina fi dhilali wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. Kundrejtët do t'jenë mes hijesh e burimesh, si dhe frutash nga ato që dëshirojnë, do të thuhet hani e pini e ju bëft mirë, si shpërblim për atë që keni punuar, kështu I shpërblim në ata që bëjnë vepra të mira, mirë për gënjeshtruesit atë ditë, hani dhe kënaquni për pak kohë, ju jeni keqbërës, mirë për gënjeshtruesit atë ditë, kur atyre u thuhej, përkuluni në namaz para Allahut, ata nuk përkuleshin, mirë për gënjeshtruesit në atë ditë, në çfarë shpallje tjetër do të besojnë ata pas këtij Kurani? Komentim. Në çfarë shpallje tjetër do të besojnë ata? Dihet se metodologjia kuranore është përzierja e paralajmërimit me përgëzimin, e kërcënimit me stimulimin, e pasqyrimit të fatit të besimtarëve krahas fatit të kriminalëve, me qëllim që me anë të kontrastit çështjet të kuptohen e perceptohen më mirë, mbështetur në këtë traditë pas shpjegimit të dënimeve të lloj-llojshme për kriminalët në Kiamet, ka shpjeguar gjendjen e të devotshmëve dhe e të drejtëve. Kundrejt do të jenë mes hijesh e burimesh. Kjo ndodh në kohën kur kriminalët do të jenë në hijen e zjarrit flakorues dhe përvolues. Fjala dhilal është shumë si fjala zëdhillun dhe tregon hijen, qoftë hijen e pemëve gjatë ditës, qoftë hijen që krijohet nga errësira e natës. Fjala el-fei'u tregon hijen që krijohet vetëm nga një burim ndriçues si hija e pemëve përballë ndriçimit të diellit. Ajeti shton si dhe frutash nga ato që dëshirojnë, është e qartë se përmendja e frutave, e hijeve dhe burimeve tregon për një pjesë të mirave të shumta të Allahut për banorët e xhenetit. Një pjesë mund të përshkruhen me gjuhën e banorëve të kësaj bote, por që nuk mund të përshkruhen dhe as mund të përfytyrohen nga mendjet e njerëzve të kësaj bote, sepse ato mirësi janë më të mira dhe më të larta. Interesant është fakti se ata në këtë vendbanim të pritjes hyjnore priten në mënyrën më të mirë, kjo tregohet edhe në ajetin në vijim, do të thuhet hani e pini e ju bëft mirë si shpërblim për atë që keni punuar. Kjo fjali qoftë e drejtuar drejt për së drejti nga Allahu, qoftë e kumtuar përmes engjëjve, është e shoqëruar me dashuri dhe mirësi të qartë dhe tregon se ky është një ushqim për shpirtrat dhe zemrat e tyre. Shprehja për atë që keni punuar tregon se këto begati nuk ja japin asnjë njeriu pa llogari, si dhe nuk përfitohen me anë të imagjinatës, të pretendimeve dhe fantazive, por përftohen vetëm me anë të kryerjes së veprave të mira dhe të dobishme. Fjala hani'an sipas Raghib Isfahaniut në veprën mufredat nënkupton çdo gjë që nuk sjell vështirësi dhe nuk shkakton probleme, prandaj dhe uji, edhe ushqimi I shijshëm dhe I ëmbël është të quajtur hani'un, ndonjëherë është përdorur dhe për të treguar jetesën e rehatshme. Kjo tregon se frutat, ushqimet dhe pijet e xhenetit nuk ngjasojnë me ushqimet dhe pijet e kësaj bote, të cilat ndonjëherë ndikojnë keq në trup. Mes komentuesve të Kuranit është çështje diskutimi nëse urdhri për të ngrënë dhe për të pirë këtu tregon se këto begati lejohen të hahen e pihen apo është një urdhër dhe detyrim I mirëfillt. Por duhet të kemi parasysh se urdhrat të tillë që përdoren gjatë mikpritjes janë një lloj kërkese nga ana e folësit ku respektohet mysafiri dhe një përpjekje për t'i krijuar mysafirit një mjedis të rehatshëm. Në ajetin vijues sërish theksohet se këto begati nuk jepen pa llogari dhe shton, kështu I shpërblejmë në ata që bëjnë vepra të mira. Interesant është fakti se në ajetin e parë ishte referuar devotshmërisë, në ajetin pas tij përqendrohet te vepra, kurse në këtë ajet përqendrohet te bamirësia dhe veprat e mira. Me fjalën taqwa nënkuptohet çdo lloj largimi nga mëkati, korrupsioni, politeizmi dhe mosbesimi. Bamirësia nënkupton çdo vepër të mirë dhe të dobishme, kurse vepra u referohet veprave të mira. Në këtë mënyrë bëhet e qartë se bolloku I begative hyjnore I përket vetëm këtij grupi, jo pretenduesve për gënjeshtrues të besimit apo atyre që janë të përlyer me mëkate të lloj-llojshme, sado që në paraqitje duken prej grupit të besimtarëve. Ajeti sërish thot mirë për gënjeshtruesin në atë ditë, mirë ata që privohen nga aq shumë begati, ky privim nuk është më pak torturues për ta sesa zjarri përvolues I xhehenemit, duke pasur parasysh se një prej faktorëve të rëndësishëm të mohimit të ringjalljes është dhënia pas kënaqësive kalimtare të kësaj bote dhe pas prirjes ndaj lirive të pakushtëzuara për të përfituar në maksimum nga këto kënaqësi. Në ajetin në vijim, me një ton kërcënues u drejtohet
kriminalëve dhe u thot: hani dhe kënaquni, për pak kohë ju jeni keqbërës. Fjala qalile tregon për jetën e shkurtër të njeriut në këtë botë, si dhe rëndësinë e paktë të mirave të kësaj bote në krahasim me të mirat e pafundme të botës tjetër. Edhe pse disa komentues të Kuranit pohojnë se kështu u janë drejtuar kriminalëve në ahiret, por duke pasur parasysh që në botën tjetër për kriminalët nuk imagjinohet asnjë lloj përfitimi nga të mirat dhe begatitë e jetës, duhet të pranohet se kjo fjali është thirrje për ata në këtë botë. Në realitet, të devotshmit në ahiret i mirëpresin me respektin më të madh dhe u drejtohen me dashuri, hani dhe kënaquni, kurse adhuruesve të kësaj bote u drejtohen me fjalët: për pak kohë ju jeni keqbërës. Të devotshmëve u drejtohet me fjalët: ata që bëjnë vepra të mira, kriminalëve u drejtohet: ju jeni keqbërës. Sidoqoftë, kjo tregon se krimi dhe mëkati janë burim i dënimit hyjnor, i cili buron nga mosbesimi apo rënia pre në kthetrat e epsheve. Më pas sërish e përmend kërcënimin, mirë për gënjeshtruesin në atë ditë, por ata u bën arrogant me magjepsjet, me pushtetin, me kënaqësitë dhe lakmitë e kësaj bote dhe në këtë mënyrë e merituan dënimin e Allahut. Në ajetin vijues përmendet një faktor tjetër, i cili është shkak i devijimit, i fatkeqësisë dhe i përlyrjes së tyre, kur atyre u thuhej: përkuluni në namaz para Allahut. Ata nuk përkuleshin. Shumë komentues të Kuranit janë të mendimit se ky ajet ka zbritur për fisin Thaqif, sepse kur profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, u tha atyre: falni namazin, ata u përgjigjen: ne asnjëherë nuk do të ulemi para askujt, kjo është një paturpsi për ne. Profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, tha: ajo fe që nuk ka gjunjëzim dhe për ulje nuk ka vlerë. Ata jo vetëm që kishin refuzuar përkuljen dhe sejdën, përmes të cilave shfaqej shpirti arrogant i tyre, por ata as që i përuleshin Allahut, as që u bindeshin urdhrave të profetit, as që i njihnin dhe i pranonin të drejtat e njerëzve dhe as që tregonin modesti karshi njerëzve. Këta faktor, mendjemadhësia dhe dhënia pas epsheve, janë shkaqet më të rëndësishme të krimit, të mëkatit, të politeizmit, të padrejtësisë dhe të shtypjes. Disa të tjerë janë të mendimit se në kiamet atyre do të thuhet përkuluni. Ky mendim nuk duket i përshtatshëm, po të kemi parasysh ajetet para dhe pas tij. Në përfundim, për herë të fundit, në këtë sura ajeti thot: mirë për gënjeshtruesin në atë ditë. Kurse në ajetin e fundit të diskutimit ton, që është dhe ajeti i fundit i surës El Murselat, me një ton qortues, por edhe plot habi, thot: në çfarë shpallje tjetër do të besojnë ata pas këtij Kurani? Ata nuk i besuan Kuranit, i cili po të zbriste mbi male, ata do të rrafshoheshin. Ata nuk u dorëzuan para një libri qiellor dhe para një logjike racionale, por u treguan inatçore, kryenetsh, kulumtim. Ashtu siç e diskutuam edhe në fillim të surës, fjalia mirë për gënjeshtruesin në atë ditë është përsëritur 10 herë në këtë sure. Kjo përsëritje është bërë për të theksuar një të vërtetë të rëndësishme dhe tronditse, edhe oratorët kur duan të theksojnë një gjë e përsërisin atë. Por disa komentues janë të mendimit se secili prej këtyre 10 ajeteve parashtron një çështje të re që ka të bëjë me përgënjeshtrimin e çështjeve të përmendura më parë, prandaj nuk bëhet fjalë për përsëritje nga pikpamja e kuptimit. Këtë sure po e mbyllim me një shprehje të marrë nga tefsiri Ruhul Bejan. Kjo sure ka zbritur profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, në një shpellë në afërsi të xhamisë Khaif në tokën e Minas. Unë personalisht e kam vizituar këtë shpellë. O Zot, të lutem na bëj prej atyre që asnjëherë të mos i përgënjeshtrojnë ajetet e tua. O Zot, të lutem na ruaj neve nga arroganca, nga mendjemadhësia, nga dhënia pas epsheve, të cilat janë burimi kryesor i të gjitha të këqijave dhe krimeve. O Zot, të përgjërohem atë ditë që të devotshmit do të gostiten me respektin më të madh në praninë tënde, na bëj që të jemi në rjeshtat e tyre.